Selam aleikum dhe mirë se takohemi në dielën e radhës me emisionin ton javor Drita së Vërtetës. Si çdo diel ne takohemi në televizion Perëndimi në orën 20 deri në orën 21:30 deri në fund muajit korrik. Në Zotit do të kemi xhallar të ndryshëm çdo diel. Sonte kemi nderën dhe kënaqësinë që të kemi një host të dashur të nderuar për publikun Hoxha Elzemi, i cili ka marrë mundin që nga gjenerali të vitë dhe të na nderojë në odën e madhe të televizorit Perëndimi. Hoxha selam aleikum dhe mirë se të ka pru Zoti. Aleikum selam, mirë se ju gjeta. Faleminderit për ftesën. Të nderuar që kemi në studio, keni zgjedhur për temë një diçka interesante që është plot përgjithësi për neve. Pikërisht edukimin e fëmijëve për nga aspekti i besimit. Fjala është për juve. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idha radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahun xhalla shanu falenderojmë, selavat e selamet përshëndetje tona ja dërgojmë pejgamberit tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, shokëve të tij, familjes së tij dhe gjithë atyre që ndjekin dhe ecën rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Faleminderit për ftesën. Elu Zotin fuqiplot që shpërblej ty dhe gjithë ata që janë në kam për këtë punë, angazhohen dhe vazhdojnë emisionet edhe për hapja fjalës së Zotit fuqiplot. Ashtu që lajmërove, edukimi i fëmijëve në aspektin e besimit. Një temë për ty edhe për neve gjithë me që je profesor edhe mësimdhënës, e rëndësishme për gjithë neve si shoqëni dhe si fetar që jemi edhe në shoqëninë tonë kohën e tashme që ballafaqohemi me plot sfida edhe të lashtur problemin në aspektin e edukimit të fëmijëve. Prej përgjegjësive më të mëdha që është kujdes Islami dhe mësimet e Kuranit fisnik dhe mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është përgjegjësia e edukatorëve, përgjegjësia e pedagogëve dhe atyre të cilët kanë përgjegjësinë e edukimin e fëmijëve. Kur thon përgjegjësia e pedagogëve apo mësuesve, nuk do të thotë veç ata që janë në shkolla dhe në institucione, por gjithë ata të cilët merren me fëmijë me një formë tjetër, duke u nisë nga prindi, nga nana, nga baba, nga ai i cili ka përgjegjësi në raport me fëmin, pavarësisht se çka janë ata. Është fjala a janë fëmijët ti, a janë zonësat ti, a janë thjesht përgjegjësia për ta. Allahu Gjelle Gjelaluhu në shumë ajetin Kur'anin fisnik e ka fuqizu këtë përgjegjësi dhe i ka dhënë vlerë të madhe. Pse? Për arsye se një edukim i mirëfillt i fëmijëve në aspektin e besimit, në aspektin shëndetësor, në aspektin edukativ, arsimor, në çdo aspekt, në aspektin fizik, në aspektin mendor e tjerë, ndërtojmë një shoqëni të pastër, një shoqëni e cila ja ka frikën Zotit fuqiplot dhe gjithsesi i ruhet ndalesave dhe kujdeset me i vepru lejesat. Allahu Gjelle Gjelaluhu, që që thash më lartë, në shumë ajetin Kur'anin Kerim, ka të regu dhe ka ornu për këto përgjithësi, ka thonë, wa'mur ahlaka bis salati wastabir alejha. Ky urdhën i ka pedagogëve. Atyne që kanë supët e tyre në përgjithësi, ose mbajnë mbi supët e tyre në përgjithësi. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir alejha. Urdhëroje familjen tonë me namaz, edhe je i durueshëm ndaj tyre. Je i durueshëm ndaj tyre. Pse? Besoj krejt na në qitë pikë jemi baras, ose qitë ndjenë përgjithësis jemi baras, në qitë detyrë që kush ma pak e kush ma shumë, po këtë kemi nevojë për këshilla edhe ndihmë për një tjetrin, se ku është që na sfidon gjithve me edukim ndaj fëmijëve ose edukimin ndaj fëmijëve. Urdhëroje familjen tonë me namaz edhe bën durim, do të thonë duro për ta. Duro kur e edukon fëmin për namaz, kur ati i flet, kur e zgjon për namaz sabahit, për shembull. Se nuk mundet ai me herën e parë, më thonë ti falu edhe ai me vazhdu mu fal, për shembull. Po në vazhdimsi me duru. Në vazhdimsi me duru kur ai kërkon diçka, ti në mënyrë diplomatike, në mënyrë edukative, në mënyrë shoqërore, ja sqaron çat mohabet ose çat gjë që ai ka kërkuar për ti që nuk bën, ose është e dëmshëm ose kështu me radhë për ty. Wastabir alejha, edhe do më thonë doro.
Pse se edukimi don, domethënë vazhdimsi, don përgjithësi, po se po, vazhdimsi, po se po, edhe don durim në raport me tyne. Allahu thot në ajet tjetër, prapë të përgjithësia, ja ju alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O ju që keni besu. Këto ke thirrje për edukatorët. Ata të cilët besu për të ty në majnë përgjithësi. E thash në fillim, prindi, nana, mësuesi, profesori, arsimtari, hoxha në xhami, në vendin ku punon edhe kështu me radhë. Secili prej neve, për ata të përgjithësia, askush nuk është i përjashtuar. Më thonë, unë nuk kam përgjithësi. Krejt kemi hisë. Dhe më thonë, nga, nëse më thonë, prej me vogla ditë me nalta, ose pej përgjithësia me vogël ditë me nalta. Gjithë kush është përgjithës. Gjithë krejt na jemi përgjithës karshi edukimit fëmijëve ose arsimimit tyne. Ja ju alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O ju që keni besu. Qu anfusakum, ruani veten e juve. Edhe familjet e juaja nga zjarri i xhenemit. Do të thonë fillimisht veten. Pastaj familjet e juaja. Përgjithësia po. Këtu nuk ka më thonë, jo për mu nuk paska përgjithësi. Unë që nga jam nëstu mos i liru nga përgjithësia. Krejt na jemi përgjithës para këtij ajeti, ku Allahu fuqiplot na thret që na me rujt vetë vetën, pastaj me rujt familjet e tona, për cilat na jemi përgjithës. Edhe çdo herë pëthojmë, unë edhe kolegët e minje dhe gjithë herë në për ligjërata, vajze, muhabete, biseda, ndeja, kuvende, e tjerë, që përgjithësia nuk është vetëm ajo përgjithësia materiale, ose sigurimi i fëmijëve në aspektin ekonomik, në aspektin mirë. Këto kërkojnë se s'ka kush i bën, atë mi bën. S'pe përjashtojmë. Mirë, por përgjithësia më e madhe që na tash kemi fillu ka pak me lënë anash në disa aspekte, është përgjithësia atyne në aspektin e besimit apo të imanit. Prapë Allahu thot në ajet tjetër, kapitullin Nahl në 83 ajete. Wala tus'aluna amma kuntum ta'malun. Edhe keni mu pyet për ata çfarë ju keni vepruar. Shumë përgjithësi e madhe. Allahu thot waqifuhum innahum mas'ulun. Ndi gjykimit. Domethënë, po dhe, waqifuhum innahum mas'ulun. Nalni, sa ata do të pyeten. Si me thonë, zotruna, dikun, me boni fëmë, nale, te nalu se du të me gjobit. Po me gjobit, ose me të manë pyetje, ose mu sqaru me ty për një qashe caktume. Allah do më thotë kështu. Nalni se ata kemi pyet. Në këtë ajetin që lexova, ke wala tus'aluna amma kuntum ta'malun. Kemi mu pyet për ata që ju e keni vepru në këtë rast e kemi vepru në këtë botë. Allahu në Kur'an e keni prapë thot kapitullin Nisa, ajetin 11. Yusikumullahu fi auladikum. Allahu ju porosit se amaneti kemi, fëmijët e ju. Këtë rast ka arë për trashëgimin, po porosia është e përgjithshme. Porosia është e përgjithshme. Edukimi i fëmijëve në aspektin e besimit. Qëllimi me edukimin e fëmijëve në aspektin e besimit është lidhja e tyne mas pari me krijuesin xhella xhelalu. Me njoftë Allahun hak xhella shanu. Pastaj sqarimi i fëmijëve bazët e besimit. Shahadeti nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet pas Allahut dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i tij. Namazi, çelësi. Namazi, zakati, Ramazani edhe haxhi për ata që kanë mundësi. Edukimi i fëmijëve në aspektin e besimit. Pse? Se këto është baza. Këto është themeli i një shoqënisë të mbarë, themeli i fëmijëve të mbarë, të cilët kanë mja pas frikën Allahut xhella xhelaluhu, pavarësisht profesioneve, veprimtarive, punëve tyne, angazhimeve tyne që ata i kanë këtë jetë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë pikë na ka porosit me disa porosi, me disa rregulla dhe detyra që na mi vepru për ata që kanë mundësi ose ke mundësi. Në një, fëmija i posa lindën e kemi për detyrë që atina, nëse më thonë, me aqel jetër me shahadet. Me aqel jetër me shahadet. Veshi i ti me dëgju shahadetin,
fjalën e parë që ai e dëgjon këtë jetë, në ç'është është tradita, në veshjen e djathtë, domthonë pjastën e thirrë zonin në të majtin i kametin. Domthonë që jeta, domthonë ardha e tij më njëhershme në këtë botë me qenë me fjalën la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. Edhe kjo lidhje më forcu pastaj. Edhe në vazhdimsi me shku me hapa tjetër. Kur ai fillon me ditë, e dyta, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me mësua ata dispozitat e lejesës edhe ndalesave. A tu rrit. Do në me honë me dorë të majtë? Jo, se fëmija është. Se ai pe aty e merë. Shamu i ka plot. Pse po dohet, na ketë jem i shomi do kopshtet bukra, të rregullume bukur, i kthejnë çfarë do forma. Ato i kthejnë kur? Kur t'jenë të vogla, tu rrit, fidan, fryt. Fidan i vogël, i njom, i let me punu, e kthen gjithka. Ose një lule në shtëpi. Një lule në shtëpi ka dush e kthen. Mirë po, nëse bëhet pa me madhe, a mund me këty ka dush e then? Nëse dën me lakuet një dek të madhe, ose zotë trungun krejt, nuk ka mundësi me laku. Pra ata fëmin na e orientojmë ka të dojmë. Pra ata përgjithësia djetarë tojnë, të fëmija është 100%. Të tjerët mund më konë relative. Pak ma e vogël, pak ma e madhe. Ama të fëmija është 100%. Se na jemi me fëmin pej momentit parë. Edhe është e papërgjeshme fjala, unë e po i flasë mas pari vetës, pastaj të tjerëve. Kur thojmë, valla s'pëngon. Edhe shumë ankesa i kemi në për gjemat, në për xhamia, në për neja, në për biseda. Ma të të po nuk pëngon hoxha. Pa i nuk më 20 vjetë. Nëse na nuk e kemi mësu ato, ose mengu. Nëse ato nuk e kemi eduku na me dëgjuaj, kur është koha me dëgju. O mësu vëlla me honë me të majtën, po pse mësohet me honë fëmija me të majtën? Edhe plot vese tjera që na kemi mundësi me ja udhon fëmijëve tonë, nga mosdia, nga neglizhenca, hajtë se është fëmi, përmes me një pasaj nuk kemi ko telefoni, kalimi shumë i kohës në ta, e tjere. Dhe më thonë, mja mësu fëmis, çka bën edhe çka s'bën. Çka duhet edhe çka nuk duhet. Rregullat bazë, kur del në rrugë, nuk bën me fy. Me përshëndet. Vetë je profesor, tash po e bëj pak ma ndërlidhjen. Sa për fëmijëve tash na përshëndesin në rrugë. Si kemi mësu, prof, na s'u mësojmë për shtëpia. Një pjesë është fjala. Për shembull, eci rrugës, shkon në xhami ose në vend dikon ose në i njëjtë njohin po them kushtimisht, po vesh këshyre edhe nuk. Pse? Domethënë ti mos më hi pastaj në detaje, po them shumë se nuk kemi ku. Po më mësu fëmijëve çka bën, çka nuk bën. Raporti me fëmijën. Raporti me nën me bab. Pastaj raporti me vlla, raporti me motër, raporti me familjar, raporti me fëmijën. Mos më gjuj topin pa nevojë nëse janë të luajt në barr. Ose edhe në shkojmë shembull praktik. Shembull praktik që na i përjetojmë këtë edhe kemi për ditë, edhe kemi fëmijën për shtëpia. Domethënë, më mësu aty çka bën, çka nuk bën. Jo me hi në shumë detaje, ose me hi në shumë ngarkesa që ai nuk ka mundësi me i bajt, po në mënyrë graduale, në mënyrë vazhdueshme, kadal, duke mos e ngarku, edukojmë në këtë aspekt. Me udhëru fëmin, me adhurim dhe Allahut fuqiplot në këtë rast me namaz, kur ai bën 7 vjet. Erdhën të ordresta tash. Domethënë, këto janë mësimet të edukimit të fëmijëve. Që ndërlidhen. Po thonë nëse më thon A, B, C. Tash kur thom urdhën, deri të zhja po. Edhe deri në fund, patjetër se tash na e dim gjithë rrethojmë. Nuk është feja një program për një fushë caktuar. Mënyrë jetës. Absolutisht. Domethënë është një program komplet që Allahu fuqiplot e ka zbrit për neve. Për jetën tonë këtë dynjë, edhe për jetën tonë botën e mshushme. Pse? Hajde sa për dobi, nuk është diçka që po them tre. Shumë kush sikur Islamin tash e pengushtojmë. Për lëm ceremonial, shumë herë thomone. Ose hoxhën ceremonial me lën. Hoxhën nuk është ceremonial. Për te kësaj është Islami, për te kësaj është feja. Ose hajde hoxhë fola pak për gjallënim. Dhe me që ti tash të fol veç për fe ose për me jo. Islami është fe me jetuar këtë botë me dinjitet,
me jetu ndershëm, me jetu me ftyrë të bardhë, e tjerë, edhe me dalë para Allahut inshallah taala, absolutisht me faqe të bardhë, edhe me dalë me besim, edhe me iman, elos Allahun, dalën për kësaj bote me iman edhe besim. Kur thërë me urdhru fëmin, në mënyrë edukative, në mënyrë qetë, me butësi, që aj me fillu ka pak me di çka është namazi, më jam mësu ka pak avdesin, më jam mësu namazin, nashta ku ti bën 7 vjetë si një fal, po thon 5 kohë. Po aj fillon me domethënë të jashishmon, e pyet, a e falbe, a u fale be djalë, a u fale be vajzë, a u fale çika, a u fale djalë, me tërë maton që na, domethënë për gdhelës që na i kem. Me edukimi i fëmisë, me dasht pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me dasht familjen e tij, edhe me dasht leximin e Kuranit fesnik. Me ja përmend këtë emër, me ja mësu këtë emër, sallallahu alaihi wasallam. Me nxit pse, me tregu për jetën e tina, me tregu për historinë e tij, me tregu për jetën e tij, me tregu ngjarjet që kanë ndodhur kohën e tij, vështirësitë, telashet, problemet, peripetit, ato angazhimet e tij që i ka pas në jetën e vet, alayhi salatu wasalam, për neve për këtë umet. Leximin e Kuranit fesnik, më ja bot dashtën. E sidomos tash prof kur jemi në verë, kur mësim besimi gjithanej në për xhami mohat, në këtë medreset e Kosovës, mohat mësim besimi, me qu fëmijët e tonë atje. Pse? Se 2 muaj ditë këtë jem dëshmitar që fëmija pe kalojnë kohën, thuaj se katë. Loj, telefon, me hangër, me pi, me qu, me fjet, kur gjatë. Dhe më thonë, jo verë produktive. Me boni verë produktive, kur ke mundësi tash, po thomë, është tradit gjithherë mësim besimin e për xhamin tona, po sidomos tash verës me theks veçantë, ku Bashkia Islame e Republikës Kosovës organizon gjitha xhamit, në mënyrë dhe më thonë ma serioze, nësë mi më thonë, njërë pak më të organizume ma shumë, edhe ka gara në këtë drejtim, edhe kështu me radhë, edhe në çdo xhami, koft mësuset, koft mësusat, hoxhëllarët, koft imamët, muallimt, gjithë ata të cilët kanë përgjegjësi, e mësim besimin, edhe dhe më thonë, mundësia e mirë për ne që fëmijët e tonë me dërgune për xhamia, me për institucione, të Bashkisë Islame, medreset, që ata me mësu leximin e Kuranit. Në më thonë, mënyrë të lehtëshme, edhe në mënyrë të rregullt, që ata me mësu Kuranin fesnik. E dyta, që lidhet me aspektin qëllimin, dhe më thonë, edukimin e fëmijëve në aspektin e besimit është, mbjellën në zemrat e fëmijëve frikën ndaj Allahut Azza wa Jall. Devotshmërinë dhe nënshtrimin ndaj Zotit botëve. Pin fillim. Kur ai fillon me ditë. Ai me ndjen shpirt Zotin fuqiplot. Allahu në Kur'anin e Kerim thot: "Qad aflaha al-mu'minun." Kanë shpëtuar besimtarët. "Alladhina hum fi salatihim khashi'un." Ata të cilët në namaz janë e falin me frikë respekt, janë të kujdesshëm, e falin me ndjenjen që gjithherë Zoti xhella xhelaluhu i sheh dhe i den. Me eduku fëmin këtë aspekt. Me ja pas frikën Zotit fuqiplot. Që nësaj, po në gjithherë prof shkoj në shembujt praktik që i ke. Nëse e bën një dom, kovë në shkollë, kovë në shtëpi, kovë në rrugë, e bën një ngatresë me një fëmijë ata, e bën një telash me një fëqinj, e bën një problem në shkollë, zotruna, ose, dhe më thonë, aj me pas mas pare frikën ndaj Zotit. Mos me gënjy familjen, mos me gënjy prindin ose nanën këtë rast, ose në njënin për tyne, edhe më vazhdu më rritë problemi. Nëse e ka frikën Zotit fuqiplot, është fjala me i dhënë zërë me eduku, sa të mujmë këtë aspekt. Me frikë respekt. Po. Me frikë respekt. Nëso ke mundësi, nëso në ka dhënë Zotit dije, mundësi, aftësi, urtësi, e shumë tjera. Më konë me fëmin, dhe më thonë, me njek ata hapë mas hapi. Qysh i njekëm në aspektin e shëndetit, e qojmë të mjeku, e këshyrin boshti kurizora është mirë, dhe më thonë, sa ka inteligencën, qysh po shkan, apo i qënë kom shtrem, apo drejt, dëgjem, shekem, qysh po zhvillohet, të folën, shumë herë, edhe, dhe më thonë, edhe ja bojmë një rukje të vogël për shambull, pëse s'po flet mirë, dhe më thonë, në këtë aspekt, ose ma shumë se kjo aspekt, ose hajde lënë baras, mos bëjmë dallime, me i dhonë zërë edhe me i eduku fëmin, me ja pas dronë Allahut fuqiplot.
edhe mi u frikë vetëm atij xhella xhelalu. Allahu në Kur'anin Kerim thot, Allahu nazzala ahsan al-hadith. Allahu ka zbrit fjalët më të mira. Kitaben mutashabihan. Libër që nuk është i ngjashëm me tjerë. Nuk është i ngjashëm me tjerë. Mathaniya taqsha'irru minhu julud alladhina yakhshawna rabbahum. Që frikën zemrat e atyne që ja kanë dronë Allahut fuqiplot. Thumma talinu qulubuhum, pastaj zbutën zemrat e tyne. Nër frikën zemrat, pastaj zbutën kur atyne u përmendet Allahu dhe fjalët e tij. Dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha. Kjo është udhëzimi i Allahut që Allahu udhëzon këtë don. Xhella xhelaluhu. Elos Allahu të na forcojë udhëzimet, na forcojë besimin, na forcojë imanin ya Rab. E treta, edukimi i tyne se Allahu Xhella xhelaluhu i sheh në çdo pozitë dhe në çdo gjendje. Se cila më rëndësishme se tjetra. Se cila me vlerë më të madhe. Me eduku fëmin që Allahu e sheh. Edhe kur ai është vet, edhe kur ai është me diken. Për ata një poet e ka përshkruar, ka thonë kështu, edhe një poezi shumë të mirë. Ka thonë, idha khalauta yawman fala taqul khalaut, walakin qul alayya raqibu. Fala tahsabanna Allah ghafilan wala anna ma tukhfi alayhi yaghibu. Ka thonë se një ditë, në një moment, një çast, vetmohesh. Ka thonë mos thujem vetmoje me vetëm. Walakin qul alayya raqibu. Thuj kam Zot që më përcjell. Thuj kam Zot që më përcjell. Kam Zot që më sheh Xhella xhelaluhu. Wala tahsabanna Allah ghafilan. Edhe mos e llogarit Allahun që është i pakujdesshëm, gafil. Hajse nuk më sheh. Wala anna ma tukhfi alayhi yaghibu. Edhe ata që na e fshehim, Allahu t'i ka po ati i fshehet. Ajo është i cili i din të fshehtat tona, mërëndësit tonë, të jashtmen tonë. Ajo është i cili e din gjithë çka na e fshehim gjëks edhe e përshpëris syni. Ya'lamu kha'inat al-a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. E din ato që e përshpërit syni edhe ato që e fshehin zarmat edhe gjoksat. Është shumë rëndësi me eduku fëmin këtë aspekt. Që ai me ditë që Allahu është një. Ai me ditë që Zoti e sheh çdo gjendje. Edhe ai kur është vetë, edhe ai kur është me dikon. Nëse e lëm vetë në shtëpi ose vetë dikon, nuk ja kem frikën që ai zotruna mundët me shiku haram. Mundët me vepru në veprim jo të lehtëshëm. Pse? Se na kemi eduku mja pas dronë, ati i cili na përcjell në vazhdimsi, edhe gjithmonë është me neve. Pastaj te edukimi fëmijëve që Allahu i sheh çdo gjendje edhe situatë dhe pozitë, është në A, edukimi i tyre kur ata punojnë. Edukimi i fëmijëve kur ata punojnë, kur ata veprojnë. Edukimi i fëmijëve kur ata adhurojnë Allahun fuqiplot. Wa ma umiru, Allahu Kur'ani Kerim thot, wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa. Ata nuk kanë urdhëruar ndryshe, përveç se me adhuru Allahun fuqiplot, të sinqert, hunafa të pastër, wa yuqimu s-salata wa yu'tu z-zakata. Me fal namazin, me dhon zakatin, wa dhalika dinul qayyim, edhe kjo është fe e drejtë. Kjo është fe e qëndrueshme. Kjo është fe e pandryshueshme. Nuk e ndryshojnë, nuk ndryshon asnjë gjendje. Islami, como thonë në emision, ripërtrihet, ama nuk ndryshon. Islami është një që ka zbritur Allahu fuqiplot. Edukimi i tyre në kur ata mendojnë. Edukimi i tyre kur ata mendojnë. Domethënë që ata me pas në hatër Allahun fuqiplot. Kur ata mendojnë, me meditu krijimtaritë e Allahut fuqiplot. Allahu në Kur'anin Kerim thot: "Alladhina yatafakkaruna fi khalqi s-samawati wal-ard. Rabbana ma khalaqta hadha batila." Ata të cilët meditojnë në krijimin e qiellit dhe tokës, o Zot, këto nuk e ke kriju kot. Po ke kriju me qëllim, me urtësi, Xhella shanu wa Xhella xhelalu. Me eduku fëmin këtë aspekt. Me meditu për Allahun fuqiplot.
me meditu për krijuesin. Pse ka kriju qejt? Pse tokën? Pse verën? Pse dimrin? Pse stint? Çka është kjo? Çka është urtësia? A veç kot? Po i ka kriju për diçka. Edukimi tyne kur ata ndjejnë. Mos mi bo padrejtësi askujt. Mos me mendu keq për dikon. Mos me shpionu për diken. Mos me i bo padrejtësi. Mos me nënçmu. Mos me poshtru. Tash mos me bullizu. Ka thonë pejgamberi sa besimtarit, vllau i besimtarit, nuk e nënçmon, nuk e poshtron. Nuk e skuq për atjerve. Nuk e bullizon me shprehjen tash që e kemi këtë problem në për shkollën, e për shoqëni të ndryshme, etj. Munjoni me qenë më i shnosh, më i gjatë, më i bukur. S'kemi do jo më i bukur. Kjo është krijimi i Allahut fuqiplot. Fatebarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu është lartësuar dhe është krijuesi më i mirë. Nuk ka mundësi me krijuesi ai. Domethënë na kur dikon e bullizojmë, kur dikon e nënçmojmë krimtari, kur me dikon e përçmojmë, i vogël i madh, i shkurt i gjatë, i shnosh, patjetër. Po tash, po përzimi kompetencës. Nëse marrim një shembull, po ndikush me nai përqihesh një diçka që na kem ndërtuar me dorë. A na vjen keq? Po na pak të nënçmon. E llogaritë na me përqesh krijesën e Allahut fuqiplot. Edukimi i fëmijëve, domethënë kur ata mendojnë në vazhdimsi, kur ata meditojnë, kur ata ndjejnë, kur ata punojnë, në çdo fushë të jetës. Pastaj mos pas shefit shef Zoti, ha? Shef Zoti. Edhe po them, shembull i ka plot as me një detaj, shembull i ka plot, domethënë që njerëzit, fëmia, dikush i ka provoku këtë formë apo tjetër, ka pas pyetje të cilat nuk kanë frikë nga askush. Rasti për shembull kur Hazreti Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me to, ka kalu në për rrugë, edhe këtë fëmija kanë ikë. Një fëmijë thuhet nuk ka ikë. Edhe kanë pyetur, pse s'ka ikë? Te ka thonë, a din kush jam? Ka thonë, po nuk kom ikë, po Allahu është ai që vetëm me ikë piti, jo piti. Asë s'kom bo kur gjë që me ikë piti. Këtë në fund, shkurtimisht është këtë temë. Do të thonë, unë zgjodha edukimin e fëmijëve në aspektin e besimit. Përndryshe edukimi i fëmijëve në aspektin shëndetësor, e thash fillim, edukimi i fëmijëve në aspektin edukativ moral, edukimi i fëmijëve në aspektin fizik, arsimimi i tyre, kujdesi i tyre shëndetësor, veshja e tyre, pastërtia e tyre, etj. Domethënë, për ata puna më fisnike që e kanë pedagogët, e kanë mësuesit, e kanë nonat, e kanë prind, e kanë familjet, është edukimi i fëmijëve. Asnjë non, asnjë grua mos ndjehet e fyme e nënçmume nëse ajo i edukon fëmijët e saj, përndryshe është duke bënë një punë më fisnike, një punë më të vlefshme që Allahu Azza wa Jall ka më shpërblyer atë mundin këtë botë edhe në botën tjetër. Kush më ndaj dash fëmijët më shumë se na prindët që më na edukuan. Sesa, po tash ashtu është prof, po në të kalumën, nuk kom hin me i pru këto histori, të kalumën, njerëzit i kanë shkëmby fëmin. Unë i kur pru të ti ke pru të unë, për mi eduku ata. Se tash problemin e kemi, po është pak, këgjo problem, puna edukimit fëmijëve në shpe. Ne i kemi shkollat, i kemi institucionet arsimore, i kemi qerdhet, i kemi krejtë institucionet, universitetet, fakultetet, atë pa tjetër. Mirë po, qëllimi është edukimi i tyre në aspektin e besimit dhe të imanit, me ata të cilët janë përgjegjës për këtë punë, ja kanë frikën Zotit dhe kështu me radhë. Nëse na i zbatojmë të rregulla, i zbatojmë të dispozita, ndërtojmë rini të marë, ndërtojmë rini të ndërgjegjshme, ndërtojmë rini që man fe dhe man adhej, man fe dhe man kom, e ndërton këtë vend, e hjeshon këtë vend, e zbukuron këtë vend, nuk e lëshon këtë vend, po punon për këtë vend, edhe angazhohet që ky vend me iste para me kontributin ton edhe të fëmijëve ton që jemi përgjegjës për ta. E lut Allahun fuqiplot që na bëjë të përgjegjshëm ndaj edukimit të fëmijëve, na bëjë të përgjegjshëm ndaj atyre të cilët i kemi amanet nga Allahu fuqiplot. E lut Allahun fuqiplot që na bëjë të bereqetshëm, na bëjë të begat. E lut Zotin që të na ndihmon dhe të na udhëzon në të mirë edhe të marr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Amin. Ne po shfutim pak për pjesën e parë, për të qëndruar me ne dhe për të kthyer në pjesën e dytë.
Shumë pak reklame ilahi, pastaj kthehemi në pjesën kontaktuese ku ju si gjithmonë i bëni pyetje drejt për drejt përmes telefonatave ose përmes rubrikës dërgo mesazh. Kthehemi pas pak.